Atja jap gruaja zekatin bashkëshortit të saj i cili është i futur në borxhe, sasi e cila arrin mbi 30.000 rial. Përgjigje: nuk ka as pak pengesë që bashkëshortja atja jap zekatin burrit të saj nëse është i varfër apo borxhli i cili nuk ka mundësi t'i kthej borxhet sipas mendimit më të vërtetë të dietarëve dhe duke vepruar me argumentet. Allahu subhanahu wa taala thot: lëmosha e zekatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për lirimin e skllëvërve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut, vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Sure Et-Taube, ajeti 60. Përgjigje nga Hoxh Abdulaziz Ibn Baz. Cilat janë gjërat që e ndërpresin vazhdimsinë e të agjëruarit si kompensim? Përgjigje: gjërat që e ndërpresin agjërimin e 2 muajve radhazi pa ndërprerje janë të gjitha ato vepra që e prishin agjërimin, përveç udhëtimit, sëmundjes, bajramit të madh apo të vogël, menstruacioneve dhe lehonis. Pra çdo arsye e cila konsiderohet si legjislative dhe justifikuar për të mos agjëruar Ramazanin, vlen si e tillë për të justifikuar ndërprerjen e vazhdimësisë së agjërimit si kompensim. Përgjigje nga Hoxh Abdulrahman Es-Saadi.